Programi kombëtar i strehimit social shpall 1253 familje përfituese nga investimet për përmirësimin e kushteve të banimit dhe infrastrukturës në zonat rurale në 35 bashki të vendit. Ky është një hap i rëndësishëm drejt garantimit të një jete më të denjë për familjet më në nevojë, për pensionistët e vetmuar, familjet me ndihmë ekonomike, ato me një prind apo pa të ardhura. Investimet synojnë të transformojnë banesat ekzistuese përmes riparimit të çative, dyerve dhe dritareve, instalimeve hidrosanitare, izolimit termik dhe fasadave kapot, duke siguruar kushte të qëndrueshme dhe të sigurta jetese. Ndërhyrje në përmirësimin e infrastrukturës në zonat informale u vjen në ndihmë familjeve të cilët jetojnë në këto zona, ku lehtësohet aksesi për vajtje në arsim, punësim, shëndetësi e të tjerë. Zbatimi i këtij programi nga bashkitë përfituese nis në periudhën korrik-gusht 2025 dhe shtrihet në 2 vite buxhetore. Bashkitë që nuk janë përzgjedhur këtë vit ftohen të përgatiten për thirrjen e re, që pritet të hapet në janar 2026.